por edhe vendeve të rajonit dhe vendeve të Evropës, të cilat kanë diskutuar e stërdiskutuar për çështjet e dënimet që pritën për t'i shqiptuar nga gjykata speciale në rastin e 4-shës së UÇK-s. Por sot, sa i përket transparencës dhe zhvillimeve që ka pasur në gjykatë, ne kemi adresuar pyetje tek zëdhënësit e gjykatës bashkë me kolegët e mi dhe po nisim me Besjanin, i cili Besjan i ke pasur të disa pyetje konkretisht për këtë çështje e transparencës edhe se si po bëhen pyetjet edhe nga mbrojtja edhe nga vetë gjykatësit. Si e ke pa deri tash procesin? Në fakt ajo e para që duhet me thonë është që pavarësisht që është 2 vjetori i gjykimit edhe ka pas një numër të madh të gazetarëve të Kosovës dhe të Shqipërisë që kanë ardhur, ka një hezitim të liderëve të dhomave të specializuar si kryetarës gjykatës, kryeprokurores apo qoftë edhe avokatit popullit, me dhanë konferenca, intervista, sharrime për mediat cilat kanë ardhur dhe po interesohen për një fazë shumë të rëndësishme të gjykimit, që është përfundimi i dëshmitarëve të prokurorisë edhe përfundimi i rastit të prokurorisë. Do të thotë jemi pothuajse në hapat e fundit të gjykimit edhe ka një mungesë të paarsyeshme të transparencës e cila na ka përcjell prej momentit që ka ndodhur arrestimi i krerëve të UÇK-s, ku ka pas një le të themi mungesë të sharrimeve të duhura, të organizimeve të duhura, të komunikimit me media, ndoshta komunikime ka pas mjaftueshëm, por përgjigjet të cilat janë dhënë kanë qenë shumë formale edhe që realisht nuk na kanë hyrë në punë asgjë. Ky është problemi i gjykatës speciale, mbi 70% e seancave kanë qenë private, kanë qenë të mbyllura. Unë isha këtu edhe ditën e martë kur u zhvillu seanca e fundit, do të thotë ku dështoi që të dëshmoj dëshmitari i fundit i prokurorisë, edhe ajo që poshtë është komplet një ndjesi tjetër për asaj që e përcjell prej distancës, edhe kur i përmbledh krejt këto probleme, e sheh që ky proces do të thotë po përcillet me një hije dyshimi jo vetëm prej mediave, jo vetëm prej gazetarëve të Kosovës, jo vetëm prej shoqënisë civile të Kosovës, por edhe prej juristëve, avokatëve, njerëzve të çështjeve juridike edhe nëpër vendet e Evropës. Do të thotë është pak problematike sepse ka një mungesë të transparencës, por mbetet të shihet se sa do të jetë mbrojtja e fuqishme që të arrijë ta sfidoj rastin e prokurorisë në këto fazat e tjera të cilat kanë mbetur. Denata e përmendi vetë edhe Besjani këtë çështjen e vëmendjes që ka marrë sidomos pas vendimeve që janë dhënë ndaj të parapërgosave të tjerë që kanë qenë dhe tashmë janë dënuar. Si është parë në Shqipëri konkretisht kjo? Natyrisht që edhe në Shqipëri, ashtu si edhe në Kosovë, po mendoj edhe siç ti e the edhe në rajon, ka qenë një çështje e cila është ndjekur, jo vetëm nga gazetarët, por edhe nga interesimi i qytetarëve. I referohem Shqipërisë. Natyrisht që ka pas një vëmendje që prej nëntorit që liderët po themi e patën edhe momentin që duhet të dërgoheshin në Hag, e më pas edhe për gjatë 2 viteve të gjykimit. Sigurisht që interesimi ka qenë i vazhdueshëm, natyrisht që jo në të njëjtën formë si në Kosovë, duke qenë se Shqipëria dhe Tirana ka çdo ditë zhvillimet e saj politike, por në çështje të përgjithshme, unë ndjej edhe nga bisedat që kam me qytetarët, apo dua të rrëfej rastin e policit të Doganës, në cilit udhtova ditën e hënë për të qenë në Hag, i cili më pyeti se pse po shkoj dhe kur i rrëfeva se do të duhet të ndjek nga seancat që po mbahet ndaj Thaçit dhe 3 liderëve të tjerë, natyrisht interesimi filloi që aty. Pra dua të them që edhe qytetarët, patjetër që sepse media e ka për detyrë ta ndjekë këto seanca kaq të rëndësishme, është i vazhdueshëm, do të duhet ishte edhe me prezent, mendoj edhe në Shqipëri, por mendoj që gjithsesi në tërësi ka patur një interesim. Po ashtu ka patur edhe po themi përpjekjet që Shqipëria ka mundur të bëjë nëpërmjet institucioneve, apo qoftë edhe kryetarit të shtetit, zotit Rama, i cili sa herë ka patur mundësinë për ta bërë, apo institucionet të tjera, është munduar të marrë aq sa mundet vëmendje nëpërmjet Shqipërisë. Listoj këtu momentin kur në Shqipëria mori dhe kryesimin e Këshillit të Sigurisë në OKB, apo të gjitha rasteve të tjera të Bashkimit Evropian. Natyrisht mendoj që do duhet kishte patur një bashkëpunim më të ngushtë të Tiranës dhe Prishtinës, qoftë institucionalisht, qoftë edhe nga ana e qytetarëve, por mendoj që edhe kjo kohë që ka mbetur, edhe pse janë vetëm disa muaj, mendoj që është periudha më e rëndësishme në të cilët do duhet të lihet çdo mosmarrveshje e njerëzve të rëndësishëm të politikës, njerëzve të rëndësishëm të medias, sepse është një moment ku po gjykohet historia e Kosovës, historia e luftës çlirimtare dhe të njerëzve të cilët nuk kanë bërë gjë tjetër veç se kanë mbrojtur shtëpinë dhe lirinë e njerëzve të tyre.
Denata, nëse flasim konkretisht që nga nisja e procesit ku vetë sot janë bërë 2 vjet që nga nisja e gjykimit dhe jo kur ata kanë ardhur pa burgim, por si mund të themi nëse bëjmë një krahasim si ka qenë atëherë, po flasim për qytetarët përgjithsisht në Shqipëri, si ka qenë atëherë diskutimi dhe si është tash, a vreni ju si gazetarë ndoshta ndonjë dallim? Natyrisht 2 vitet e procesit për shkak edhe të kohës së gjatë që ka kaluar, pra unë mbaj mend edhe në raportimet e viteve të para, të 2 viteve të para, natyrisht që ishte edhe shumë më prezente. Çdo ditë e kaluar më shumë, natyrisht që e zbe vëmendjen e përditshme të lajmeve. Çdo njëri prej nesh e di se sa shpejt ndryshojnë dinamikat. Megjithatë në momente të rëndësishme, në situata si ditët e rëndësishme si pavarësia, apo të momenteve të 5 marsit apo të qershorit, janë momente të cilët sigurisht që e rikthejnë vëmendjen. Natyrisht me kalimin e kohës, ajo nuk është aq prezente sa që ka qenë në vitet e para. Andaj mendoj që ky proces ka qenë i gjatë e për këtë ka patur edhe problematikat, edhe ndoshta harresat që s'do duhet kishin qenë apo zbehen të vëmendjes së përditshmërisë. I referohem gjithmonë Shqipërisë, sepse unë kam ndjekur dhe shtypjen e Kosovës dhe natyrisht që është më prezente se edhe sigurisht është temë dite e padiskutueshme. Besian, kemi diskutuar përgjithsisht edhe këtë çështjen e procesit si ka shku deri tash gjatë 2 viteve përveç dëshmitarëve që shpesh kanë shku në seanca